Faktikisht Marrë vysh një lejtor me kalu buje madhe ka qenë. Jo, edhe në qysh, tash problemi është se Kosova faktikisht është një farë lloj atraksioni shumë i madh për klubet sidomos në rajon, edhe për te i Ballkanit, për shkak se përveç pjesës që talenti është i pamohueshëm, domethënë ka shumë talent, është edhe puna tjetër se niveli i pagesave në Kosovë është krahasimisht shumë më i vogël se sa në klubet të cilat i kemi në rajon, edhe për atë punë futbollistat e ri është shumë fish më lehtë t'i bindesh që t'i bashkohen një klubi nëse ata janë kosovar, se sa t'i marrësh po supozojmë nga Gjermania. Një futbollist i tri për shembull, po supozojmë ai fillon herët edhe paguhet edhe gjatë domethënë fazës periudhës kur është në akademi, edhe ai të holla që i merr nëse i krahason me ekipin e parë, atëherë normalisht që nuk janë shumë të mëdha, po nëse i krahason me ekipet e Superligës tonë apo ligës parë, janë çatu, domethënë ka mundësi që një futbollist i cili është i mirë, mundet me u pagu sa paguhen futbollistat e natë në Superligë. Për atë punë futbollistët e dalluar të Superligës tonë janë shumë atraksion për klubet evropiane sepse joshja e tyre në aspektin financiar është shumë herë më lehtë se sa në rastin kur ata janë prej